Jo mbi replik, ai foli ndërkohë që ju ai që s'she këtu that nuk bëri replik me ju, ishte në fjalën e vet, ju i përmendët temën. Ju referua duke thënë parafolsi që foli për Sarandën Ksamilin, pra ishte shumë e qartë. Për shumë kënd, për ndo kënd në këtë sallë e kam frikë se për shumë kënd, çështja e ngritjes së flamurit kombëtar në një datë ceremoniale mund të duket e pa vend. Por është pa udhësi, është pa turpësi, është e pa skrupull që në ditën e ngritjes së flamurit një formacion politik në ndryshim nga sa kërkojnë ndjekësit dhe votuesit e asaj partie të bojkotoj flamurin. Unë e di që kur ju thonë juve bojkotoj flamurin e keni me një flamur tjetër, po të bojkotosh flamurin kombëtar është turp. E di urdhrin tuaj të përgjithshëm që në ditën e ceremonisë së ngritjes së flamurit nuk duhet të jetë ceremoninë e bashkisë. A thua se bashkia është një institucion partijak? A thua se s'ka në këtë vend bashki të majta e të djatha që janë votuar demokratët në kryet e atyre bashkive? Ky është turp. Akoma më turp është ajo çfarë ka ndodhur në Sarandë, që përfaqësuesit zyrtar Partisë Demokratike nuk shkuan fare në ceremoni, as në ceremonitë veçantë, sepse vetë demokratët ishin me ne atë ditë në fakt duke ndjekur këtë ceremoni. Kjo është e njëjta pautësi e paturpsi se ajo që zonja Zhupa tha për Çukën dhe për Berdeneshin për argjinaturën, se din çka ka ndodhur aty. U gjen një tub i vendosur para 20 vitesh, ai që e dëmtoi atë argjinaturë që sot është rregulluar sërish. Para 20 vitesh, mbani mend ju lutem kush ishte në pushtet. Fjalën e ka zoti Adi Qose, përgatitet zoti Sajmir Koreshi. Nuk e ke kërkuar fjalën, ke shtypur butonin e zotit Sali Berisha që nuk është në sallë. Zoti Bardhi, urdhroni procedurë. Ndjes zoti Qose. Ndjes kolegut që është në foltore, faleminderit zoti kryetar. Spari, unë besoj që do ta dononi ju një gjuhë e cila përcjell në këtë seancë ndasi kombëtare. Besoj në ka një çështje që ne gjithë bijem dakord, është nderimi i flamurit kombëtar, nderimi real i festës së pavarësisë, dhe besoj se cili nga kolegët pavarësisht ndasive kur nuk ka guxuar që në këtë sallë të përdor një ditë që bashkon jo thjesht shqiptarët brenda territorit shqiptar, po kudo ku ata jetojnë, dhe të vi këtu edhe të përcjelli përçarje se kush e nderon dhe se kush se nderon. Unë do të aftoja kolegun që ta nderonte flamurin kombëtar jo vetëm në 28 nëntor, por në çdo ditë. Dhe kolegu duhet ketë parasysh që flamuri kombëtar mbi të gjitha nderohet duke mos vjedhur. Ti duar të ketë vjedhjen, ti duar të ketë duke pas në qeveri një të pandehur, ti duar të ketë dhe voton për çdo projekt që nuk i shkon me garë rregullt bizneseve shqiptare, po i shkon arabit, grekut, turkut e me radhë. Tu tregoje ti patriotizmin dhe mos na hajde këtu e na tregosh pralla me se sa të pavarura janë bashkit. Atë kryetarin tënd të bashkisë të Sarandës, atë kryetarin tënd të bashkisë të Sarandës, nderoje ti si bashkhajdut që je. Zoti Qose, keni fjalën. Faleminderit kryetar, dashur kolegë deputet, të nderuar qytetarë. Buxheti që ne votuam javën e shkuar nuk është thjesht një dokument financiar. Është pasqyra më e mirë e një Shqipërie që po ndryshon me ritme të jashtëzakonshme. Fal një qeverisje vizionare, reformuese e me sy drejt së ardhmes. Kjo javë ishte një copës nga ardhmja jonë e vitit 2030. Shqipëria sapo shënoi një arritje historike, hapjen e të gjithë grup kapitujve të negociatave me Bashkimin Evropian.
Ashtu si që tha me shumë drejt kryeministri, kjo është një arritje rekord absolute në integrimet europiane. Brenda vetëm 12 muajsh, bëm realitet atë që për dekada është parë si e pamundur. Ky është një mesazh i qartë. Shqipëria është serioze, e vendosur dhe plotësisht e aftë të mbyll negociatat brenda vitit 2027 dhe të realizojmë objektivin ton historik, antarësimin në Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, buxheti i cili votuam është instrumenti që e çon këtë dinamik përpara. Është një buxhet që përkthehet për ditë në rezultate konkrete. Një ekonomi që rritet vit pas viti. Pensione që rriten si mirënjohje për ata që ndërtuan këtë vend. Paga minimale që rriten që të mos lëm askënd pas. Paga në sektorin privat që rriten duke bërë punën më të shpërblyer. Investime të brendshme dhe të huaja që rriten, sepse besimi në Shqipëri sot është më i lartë se kurrë. Mbështetje sociale që rritet, që të mos ketë asnjë familje pa dorën e shtetit. Institucione që modernizohen dhe demokratizohen për të shërbyer qytetarëve me më shumë dinjitet dhe efikasitet. Prandaj, ky nuk është një buxhet abstrakt. Nuk është një buxhet për nesër. Nuk është një buxhet për një ditë tjetër. Ky është një buxhet për sot, për nevojat reale të qytetarëve, për sfidat e procesit të integrimit, për objektivin e vitit 2027, për momentin kur vendi kërkon përgjigje të shpejta, të drejta dhe të pritshme. Konkretisht, deri në fund mandatit do të akordohen 1.7 miliard euro, e që do shënojnë rritjen më të lartë pensioneve. Nga 1 janari, paga minimale do të rritet nga 400 në 500 euro. 1.8 miliard euro të parashikuara për investimet publike dhe më rëndësishmja, gjitha këto pa rritjen e taksave. Më lejoni tani të ndalem tek ata cilët kam privilegjin t'i përfaqësoj me krenari, qytetarët e Elbasanit. Buxheti i vitit 2026 është një buxhet për ju, për një Elbasan që rritet, që modernizohet dhe që ecën me standardet e Europës. Një qytet më funksional, më të pastër dhe më të zhvilluar, si të gjithë ne e meritojmë. Çështja e bypassit, një plagë e hapur prej vitesh, do të marrë zgjidhje brenda vitit 2026. Ky është një zotim, një angazhim i qartë dhe një premtim që po e çojmë drejt finales. Por nuk do ndalemi vetëm këtu. Investimet në shkollat kryesore të qytetit, ndërhyrje në rrjetin e ujësiellës kanalizimeve dhe përmirësimet e infrastrukturës së brendshme do të jenë në qendër të punës tonë, të prekim çdo familje, çdo lagje, çdo komunitet. Dhe për te investimeve utilitare, Elbasani përfiton nga projekte strategjike, që e kthejnë bashkinë tonë në një pol të rëndësishëm të zhvillimit kombëtar. Vijon puna për ndërtimin e automotoparkut Elbasanit, një projekt inovativ që e vendos qytetin në hartën e aktiviteteve sportive dhe turistike bashkëkohore. Nis projekti i rivitalizimit Kalas, një investim që e kthen këtë pasuri historike në një qendër të turizmit për gjithë Shqipërinë. Dhe po ashtu, po bëjmë realitet projektin e ri transformues për zonën e metalurgjikut, duke prej dekadash në një motor modern të ekonomisë qytetit. Një zonë që do sjellë më shumë punësim, më shumë investime dhe më shumë mundësi për të rinjt. Ky është Elbasani i vitit 2026. Një qytet që jo vetëm përfiton nga investimet, por i kthen ato në zhvillim të qëndrueshëm në mirëqenie për njerëzit e tij. Të dashur kolegë, detyrat që kemi përpara janë serioze e nuk ka më kohë për të humbur. Duhet përveshim mëngët me ritmin e një vendi që ka vendosur të bëjë histori. Siç e themi shpesh, buxheti nuk është një tuf numrash. Buxheti është vizion, ambicie dhe drejtim. Është reflektimi më i qartë i asaj se ku duam të shkojmë. Dhe sot, me 83 mandate që qytetarët na besuan për t'i çuar përpara reformat e këtij vendi, ne kemi një detyrim moral dhe politik të çojmë përpara vullnetin e tyre dhe ta çojmë Shqipërinë gur pas guri, hap pas hapi drejt ëndrrës madhe në antarësimin e Bashkimit Evropian. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Samir Koreshi, përgatitet zoti Eduard Shalsi. Shikoj, po tani s'ka procedurë. Kështu që mos se kërko kod për procedurë kur jemi në mes diskutimeve, zonja Zhupa. Sot është e qartë, trendi i ditës është
I pa ndryshueshëm. Një pikë kemi. Urdhroni zoti Koreshi. Po, faleminderit kryetar. S'pari do t'ju bëj një pyetje prapë për qeverinë vërtet që ne vim këtu për të folur një problem, po lidhet me këta burrat dhe gratë e huje këtu që mezi pasan prit 4 ditë pushim për të shtyp në letër. Të këta paguhen mas orë 4, se s'paguhen, nuk e di, po mirë është që na nderojnë me pjesëmarrjen e tyre, edhe mas ngritjes flamurit, e di që kanë shpenzuar shumë energji, po të vinë këtu të gjojnë edhe hallet që kanë njerëzit, se me këta e kanë, me ata të bujqësisë, me të mjedisit, me të tjerë me radhë. Nuk po themi me këta të Ministrisë Punëve të Brendshme, se këta merren me duhani, po kam fjalën për këta të tjerë. Edhe njerë, zoti kryetar, unë do të kërkoj edhe njerë në dijes ty se fjalimet e mia nuk hapin grup kapitush, unë nuk bëj nga ato fjalime që hynë në Europë, si që folën kolegët, i përshëndes, me një kolegë mirë është, i dëgjova me fëmijë me aftësi ndryshe, por do të ftoj në ditë gjithë si kolegë të vinin atje, lushnje, t'i ofrojnë atyre shërbime të mirë se vërtet e meritojnë. Po sot kam zgjedhur të flas për 3 lloj përmbytjesh që kanë ndodhur dhe shqetësojnë lushnjen. Para një përmbytje është pjesërisht nga Zoti dhe pjesa tjetër nga robi, dhe 2 përmbytje tjetër janë tërësisht nga robi. Përmbytja parë është me tokat me grur që janë mbytur të gjitha. S'ka. Shikoni gradisht fushat e mbytura me ujë, duket sikur vazhdon këneta karavastase shtridhe përtej Kodrës, ka arritur Grabian, Gradisht, Ferras. Gjithë ish këneta e Tërbufit është rikthyer në kënet. Çfarë do t'i themi atyre fermerëve? Pyetjes që unë i bëra ministrit të bujqësisë sepse kanë rënë tokat me grur, mu përgjigj që arritur sipërfaqet e serave. Këto mund ndodhin në Europë, po në lushnjë dhe në Shqipëri nuk kanë ndodhur. Megjithatë, janë rritë sipërfaqet me sera, po se çfarë rritet e këto serat, edhe serat i pam Goriçan, i pam tokat Nimësht si janë përmbytur dhe ato toka nuk mbjellin më asgjë. Nuk i hyn në dorë as kujt dhe për asgjë. Kush i dëm shpërblen këta njerëz? Unë nuk pash te festa flamurit u ankuaj që ne nuk kemi qenë, po s'kemi marrë ne ftesë, ne dukemi si lebroz, ne të PD-s, nuk na fton njeri andej na bashkia. Mjafton që të ketë një koleg tjetër të ketë emrin e njëjtë dhe të na ftoj, po harrojnë pastaj që korresh për korresh, po ky i PD-s nuk ftohet. Ngatrojnë ftesën e çon gjithmonë aty të PS-s. Pra asnjëherë nuk na ka ftuar bashkia lushne. Ndonjëherë për këto ceremonitë e juaja dhe kur ngrihet flamuri dhe kur ulet flamuri. Kështu që këto përmbytja e dytë nga robi. Përmbytja e dytë është ajo aroma që përmbyt gjithë lushin nga mëngjesi deri në darkë dhe nga darka deri në mëngjes 24 orë që nuk ndalon kurrë. Ai tubi që s'ka ngel portal, filmim, shofer nga autostrada që elmon lushjen që unë e kam etiketuar për miku ky i mjedisit, por dhe plevitosur, vazhdon dhe unë se ndryshoj këtë fjalë derisa t'i gjeni zgjidhje, se ajo nuk pushon 24 orë. Ministri më the përgjigje, shiko se ne kemi vënë para 4 vjetësh i gjob njeri që ka pa licencë, ai vazhdon tymi si gjyryk vaporri. Aq tym dhe ndotje kanë lushje sa na ka marrë malli për autobusin urban të lushje që punon me mazut, që nuk i rrihet dot mbrapa makinat Helmonte, nuk ndjet më nga ato fabrikat e lushnjes që e kanë myt gjithë popullsinë sapi dot më dritare. Ju ftohet dileni xhiro me që janë festat e vitit 3. Kjo është drama e përditshme 24 orëshe që nuk fiket asnjëherë në lushje. Dhe është pak ironi, kam dhe i përmbytje të tretë. Më marrin në telefon me që jemi të pjesa që më thonë, deputet më duhet një 2 bote për të thith pusetat, se ka vajt mutin gjutë. Lagja Gafur Muço, keni gjurë në një kërkes t'illu të vinë mesazh apo të bajnë telefon? Jam unë ka qelluar. Lagja Gafur Muço është përmbytur për vetë shirave, po edhe nga fekalet. Lushnjë i qendër. Mos them kush banon atje, por në qendër të lushjes ndodh kjo. Si do e bëjmë? Dritat, me që kishim atë delegumin, drejtorin e kesh, OSHE, yra, byra, vetëm të zona ati t'ikin dritat, kemi ati arrit nga 24 orë që kishtë në muaj, ai e ka qurë pak e gollu 22 orë në muaj. Se s'ka dritat atje. Po të flasi për ujnë e pishën, vetëm shikoni gjithë portale dhe gjithë
Çfarë them, gjithë lushnjarët se çka ka shkruar për e ka zënë dizanteria. Helaq. Përfundoj fjalën. Ne i themi ujë qesmes, se ashtu unë se kam ndryshuar akoma pas partizimin, po them do ta mbaroj me qimin festat e fund vitit me një frazë, me një fjalë, me një fjalim nga ujë dizanteri që po pin lushnjarët dhe po lanë lushnjarët. Bora zbardhi tepër fusha edhe male, viti i ri do të na gjejë duke dhirë në hale nga ujë pishëm. Fjalën e ka zoti Eduard Shalsi, përgatitet zonja Ledina Alolli.